Abuzohet seksualisht 12 vjeçaria nga babai i saj, i cili tashmë ka rënë në prangat e policisë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Patës të Shqipërisë, ku një 36 vjeçari i identifikuar si Zamir Meta ka përdhunuar vajzën e tij 12 vjeçare dhe ka tronditur opinionin publik ditën e djeshme. Në një prononcim për mediat, nëna e vajzës rrëfen mes lotësh se si vajza është larguar nga banesa në orën 4 të mëngjesit dhe kishte shkuar tek fqinji pasi ishte përdhunuar nga babai. Ajo pohon gjithashtu se vajza është abuzuar sistematikisht që në moshën 5 vjeçare, por nuk ishte në dieni. 30 vjeçaria është nënë 7 fëmijëve dhe nuk ka asnjë të ardhur financiare, pasi bashkëshorti ishte personi i vetëm që punonte në familje. Mes lotësh, ajo apelon për dënim të ashpër për bashkëshortin dhe për ndihmë nga institucionet. Babai i të mituris ka pranuar se ka abuzuar seksualisht me vajzën, por sipas tij ka ndodhur vetëm një herë. Por disa orë më vonë, pasi ka dhënë këto deklarata, Juela Meta është penduar dhe ka mohuar ngjarjen, duke thënë se në fakt vajza ka probleme të shëndetit mendor dhe ja kishin thënë edhe mjekët në Gjermani, por nuk e kishin diagnostikuar. Unë nuk e besoj se nuk kam parë gjë me sytë e mi. Unë atje dëgjova. A e kanë mësuar vajzën se kishte kohë që ma sorollasin burrin sa këtej andej. Pasi foli vajza, shkoi në komisariatin e Patosit dhe i kishin vendosur prangat burrit, edhe më morën mua në pyetje. I dëgjova që thanë, po gënjeu edhe kjo merre rase edhe këtë. Burri i merrte për natë fëmijët dhe pinte kafe dhe ktheheshin. Vajza në Gjermani më kanë thënë çojet e fëmijët me probleme mendore. Vajza në fillim nuk tha gjë, më pas ato si çfarë i thanë dhe ajo tregoi ndryshe. Kur thoshte vajza se babai më merrte në dhomë, por përse nëna e voglushës po mohon aktin monstruoz nëse vetë 36 vjeçari ka pranuar para grupit hetimor se ka abuzuar me vajzën e tij.